Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hudhra esëll në mëngjes do ju shpëtoj jetën, ja si ta përdorni. Të gjithë ato që gatuajnë e dim shumë mirë që hudhra përdoret shumë në gjellra, duke qenë se ajo bën pjesë në konsumin e përditshëm, ne harrojmë dobitë e saj të vërteta. Mirë po, Bright Side ka treguar për ju një listë e cila do t'ju bëjë të kuptoni më shumë rreth vlerave të hudhrës për shëndetin. Bëheni më simpatik. Sipas ekspertëve, nëse konsumoni një thelpi hudhër në ditë, thuhet se vajzat çmenden mbas aromës së trupit të meshkujve që përdorin hudhra. Kjo ndodh sepse hudhra e minimizon aromën e djersës. Sistemi i imunitetit tuaj do të forcohet. Sipas ekspertëve, konsumi i hudhrës mban larg të gjitha sëmundjet e zemrës dhe gjithashtu mban larg sëmundje të ndryshme si virozat. Kështu që nëse ju konsumoni të paktën një thelpi hudhër në ditë, sidomos gjatë stinës së dimrit, atëherë përfitimet që ju do të keni janë me të vërtetë të larta. Ndërkohë, nga ana tjetër, kujtesa juaj do të forcohet. Hudhra gjithashtu përmban disa përbërës të cilët e ndihmojnë trurin tuaj që të mos vjetërsohet. Krahasuar me medikamente, hudhra është më pak e kushtueshme dhe njëkohësisht më e fortë. Muskujt dhe trupi juaj do të forcohet. Në qoftë se ju konsumoni hudhër çdo ditë, atëherë trupi juaj do të forcohet. Në qytetërimet e lashta, sportistët ushqeheshin me hudhrën dhe arrinin të ishin në një formë të shkëlqyer. Ju ndihmon që të bini në peshë. Hudhra ju bën të bini nga pesha që gjithmonë keni dëshiruar. Kjo sepse ndikon në djegjen e djamit si edhe bllokon gjithashtu marrjen e kalorive të tepërta. Ndërkohë, nga ana tjetër, hudhra ofron vlera të pabesueshme shëndetësore në qoftë se ju konsumoni të paktën një në mëngjes. Nëse keni një sistem të dobët imunitar dhe jeni të prirur ndaj ftohjes, yndyrat e larta të gjakut dhe të presionit të gjakut, atëherë një thelpi hudhër çdo mëngjes do ju vijë juve në ndihmë që të përmirësoni shëndetin tuaj. Ndërkohë, sipas ekspertëve, hudhra është një barishte tërësisht e fuqishme e cila po ashtu është vërtetuar se do të ndihmojë në forcimin e sistemit ton imunitar. Një pasqyrë e përfitimeve që një thelpi hudhër mund t'i jap trupit tuaj nëse e konsumoni atë çdo ditë në mënyrën e duhur, në mëngjes me stomakun bosh, ne do t'ju prezantojmë në këtë video. Hudhra i përket të njëjtës familje si qepa, e cila në të gjithë botën përdoret si një shtesë ushqimore për t'i dhënë një shije të pashoq ushqimeve. Mirë po, në fakt, çfarë ndodh nëse ju e konsumoni hudhrën çdo ditë dhe sidomos në mëngjes? Hudhra ka një shije tepër të mprehtë dhe mund të jetë një detyrë e vështirë për ta ngrënë atë në mëngjes, veçanërisht në qoftë se nuk e duroni dot aromën. Mirë po, kur të dëgjoni të gjitha përfitimet që vijnë prej saj, nuk është keq që ta provoni dhe ta vini këtë metodë në praktikë. Sipas ekspertëve, është shumë e dobishme, veçanërisht nëse ajo konsumohet me stomakun bosh. Për ata me imunitet të dobët, forcon gjithashtu rezistencën e trupit tuaj ndaj viruseve të cilat shkaktojnë ftohje dhe koll. Ngrënia e saj me stomakun bosh dhe problemet e kapslëkut në përgjithësi kontribon edhe në rezistencën më të madhe të organizmit. Këto janë përfitimet më kryesore të hudhrës për shëndetin ton. Hudhra është plot me veti antioksiduese, kështu që ajo do të ndihmojë në trajtimin e inflamacionit në trup. Hudhra gjithashtu përmban antioksidant natyral, të cilët do të ndihmojnë kundër oksidimit të qelizave, redukton peroksidet e lipideve dhe oksidimin e lipoproteinave me densitet të ulët.
Ndërkohë, sipas ekspertëve, hudhra gjithashtu është arsyeja pse shumë persona nuk vuajnë më nga të ftohtit apo nga sëmundjet e gripit dhe të tjera nga inflamacionet në trup pasi ata kanë konsumuar hudhër çdo ditë. Ndihmon gjithashtu në luftimin e kolesterolit të lartë. Nëse ju vuani nga kolesteroli i lartë, hudhra është një zgjidhje e mirë. Shtojeni çdo ditë në dietën tuaj dhe rezultatet njëkohësisht do të jenë shumë të mira. Gjithsesi është të vërtetuar se vetit e saj mund të zvogëlojnë kolesterolin total dhe kolesterolin e keq. Ndihmon në presionin e rregullt të gjakut. Një përfitim tjetër i shtimit të hudhrës në dietën tuaj është se ajo mund të ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të presionit të gjakut. Në një studim, ekstrakti i hudhrës u tregua po aq efektiv sa edhe ilaçet të cilat përdoren për uljen e presionit të lartë të gjakut. Gjithashtu ndihmon edhe në parandalimin e ftohjes. Sipas ekspertëve, hudhra është një ilaç i shkëlqyer për ftohje dhe njëkohësisht për kollën. Dihet se ajo e forcon sistemin tuaj imunitar, i cili më pas do të luftojë kundër komplikimeve të shkaktuara nga ftohja. Mba në dhëmbët e shëndetshëm. Hulumtimet kanë treguar se hudhra është një trajtim i mirë alternativ për inflamacionin e mishrave të dhëmbëve. Hudhra ka veti antibakteriale, antivirale dhe antikërpudhore. Sipas hulumtimeve, hudhrat po ashtu janë shumë efektive edhe kundër plakjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar sepse trupat tanë e shndërrojnë ushqimin dhe oksigjenin në energji. Sidoqoftë, ndonjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast dhe do të shndërrojë këtë proces duke shkatëruar të gjitha qelizat e tjera. Nga ana tjetër, lëkura jonë bëhet më e butë dhe truri ynë bëhet edhe më i ngadaltë. Kjo është pasoja e stresit oksidativ. Në këtë raste, hudhra mund të jetë një shtesë tërësisht e dobishme për dietën tuaj. Era e saj bën që trupi të rikështu prodhimin e substancave në gjak, të cilat shkojnë kundër oksidimit tepër entuziast të qelizave në trupin tuaj. Gjithashtu këto substanca zakonisht njihen si antioksidues. Në këtë mënyrë, duhet të dini se hudhra ndihmon në ngadalësimin e shenjave fizike të plakjes. Hudhra juve ju bën edhe më tërheqës. Kjo mund të jetë në kundërshtim me instiktet tuaja, por ja që është e vërtet. Sigurisht të gjithë ne e dim efektin që hudhra ka në erën e frymëmarrjes sonë, por a e dini ju se aroma e trupit tuaj ndikohet edhe nga perimet? Kërkimet e bëra në vitin 2016 kanë treguar që ndikimi i hudhrës në erën tuaj trupore në të vërtetë është kryesisht pozitiv. Pjesëmarrësit në një test të nuhatjes i përshkruan aromat e njerëzve që kishin ngrënë hudhër si më pak intensive dhe më tërheqëse. Kjo mund të jetë për shkak të vetive antimikrobike të hudhrës. Bakteret të cilat shkaktojnë erën e keqe të djersës zvogëlohen kur ju hani hudhra. Hudhra e freskët gjithashtu forcon sistemin tuaj imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribojë në shëndetin ton, kjo është e ditur prej kohësh. Hudhra ka qenë e njohur për vetitë e saj antiinflamatore kundër baktereve, viruseve dhe kërpudhave. Për forcimin e sistemit imunitar, ju me patjetër duhet që të hani hudhër të papërpunuar. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillet e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.